ana tjetër, patjetër që ishte me një peshë të veçantë, siç mund të kuptohet edhe prezantimi me Papaluanin e 14, një karakter, një natyrë krejt të ndryshme nga Papa Franceskut, por një njeri me një dritë dhe me një mirësi të thellë, me cilin sigurisht që folëm për Shqipërinë, folëm për rajonin, folëm për botën, dhe të cilin e ftova që t'jeti pranishëm në festën e madhe të Komunitetit Katolik, pikërisht për 130 vjetorin e shpalljes së Zojës Këshillit Mirë nga Papa Luani 13, mbrojtësia e Shqipërisë, Regjina d'Albania. Nuk e di a do t'jetë e mundur, por gjithsesi ftesa u bë dhe Papa u shpreh shumë i interesuar. Në ndërkohë që edhe takimi me sekretarin e shtetit, kardinalin Parolin, ishte pjesë e vizitës, kënaqësive